Krejt e këna ngu fjallën e tina, nuk ka prit me shku me punu, shko që aty, na vetë këna shku. A ju keni tut bat? Po, pa u tut jovis, na vetë këna ngu. Kur se moj men heq? Ja. Miru s'jell me juve, a? Miru s'jell me neve. Ma i leftë të konë, nuk ka pas një natin e me veti, nuk ka pas, punu hanë fjallën e me veti, asë më sho, asë më re, asë më zalajt. E tash, apo ta merr menja për Që tash të njën të që ditë. Një shapull me o një thmijës, qëtë në gjëgjë. Vlo. Jo, dësmirë të hujë për do me thonën. Ja, kjo shumë e keqë, ja. Nuk ka pas atë aqështu, ja, kur. Unë nuk e di, nuk ka pas. Vlajnë me mytë me re, ku do dzezat janë të i bojë. Unë na qoditmi. Qoditmi na, pasha zotin. Po dojë, do vodëm kalableku, banëm u martë. Ata ma remi i pari mu da? Jo, valla. Da pënesh me një skop, da pënesh me një skop, do në shpe. Edhe kalablek edhe fëmija u banën. Të ne u dajtëm. A mërzit bas kur u datë? Vallohin po tibe. Pa peshkesh me mirë. A keni mos afer, na thërë këndosh, na thërë ke përsil, na shkesh me ata arshin. E në moshën 23 vjeçare, Ajeti kishte vendosur të shkonte në Bosnjë, ku edhe kishte takuar fatin e jetës gruan e tij, e cila para pak kohësh ndërroi jetë. Po. Sa vjeti ke pas ti kur je martu? Unë valla që ashtu një 23 vjetë. Qysh erdh puna që ti me u martu, ka shiri? Po erdh puna e kryova askërdekin edhe u martova. Kush i qaj mësit për ty? Ka ndërë rasti, valla i këto nuk desh na heq vetë me kastë. Të Kosovës nuk e dajsh, a? Jo ti beheq. Pse pat? Heq, s'mu dosh. Pas ta kanë mush synin, as kishe qefa. Jo, s'kum po shef vetë, kum po shef largë. Pse pa? Pse? Qashtu. E a kje qyshe njoftove këtë grunë tane? Po shkuva vetë. To vetë njoftova. Po gjallë kum po, 50 vjetë e kum mojtë gruën. 55 vjetë, me shtaj ka dekë. Që më të lishkamët. A di ke shqipa caja? Qysh jo, ma mirë thone. E që ti e mësove taja? U mësu këto. A pa ditë shqipa ja u martu me ty, a? Po, pa një shqip. Qysh, ka ne qove mësit? Po, kur zonë vetë për kum shku? Të pranoj, a? Po. A i kishin zakonet sena, traditat sena? Sena. Hen me ana full me ta, apo do, po du. Ti tishe sërbisht ka pak, a? Po.